Thank you all very much for making this picnic. I'm very happy. Thank you. They're members, right? Unë kam erdhur në Kanadë më 5 mars në vitin 1972 edhe e kam takuar imamin të parë nga Bilishta, Asim Regjepi, me të cilin e kryeva edhe kunorizimin tim. Pas 3 muaj diku, pushoj Zotit ja fale xhenetin. Me numër nuk e di, po kishte aktive. Nga Kosova ishte një teki, nuk e di mbi emrin. Mbaj mend, njani më thosh Vučitarnë, ishin të moshatarë, diku 50 vjeçare, mbi 40, e unë isha 20. Bile më thoshin që kërkon ti këtu në xhami edhe me radhë këto kujtime mbaj mend. Sot kemi një bord të këndshëm, bordi drejtues, e më duket që janë të kohës, që e njohin internetin, janë aktive, bile vetë fakti dëshmojnë që para disa muaj në një tubim, në një fundraise, edhe aty tregon fakti që u mblodhe diku mbi $3 milion. Ju përveç në punës, si çështje fetare, ashtu edhe kombëtare. Kujtimet e para kanë qenë 74 kam erdhur në Kanada dhe xhamia ka qenë si shtëpi e dytë për ne, vend takimi dhe gjithmonë kemi qenë të kënaqur dhe shpirtërisht të çlodhur duke bashkuar me vëllezërit shqiptarë myslimanë. Kemi pasur një numër shumë të vogël më atë kohë, po ishin aktive dhe gjithëve i falenderoj në këshilla që kanë dhënë në kontributin e tyre dhe ka ekzistuar kjo xhami dhe më vonë ka qenë si vend takimi për çështjen kombëtare, probleme në Kosovë dhe më vonë edhe në Shqipëri, ka dhënë kontribute shumë të mëdha dhe i falenderoj gjithë kryesitë të kaluara, kanë bërë një punë shumë të mirë dhe vazhdon kështu. Në këtë kohë kemi një këshill shumë të ri, shumë djema profesionalë që janë shumë të dedikuar me këtë çështje dhe kanë bërë punë dhe po bëjnë një punë shumë të mirë. Ju uroj sukses, kam shumë besim dhe ta dhe
inshallah shkojnë punë në barë dhe vazhdojnë. Tani me këtë iniciativë është bërë për para disa muaj që të mblidhet fonde për një xhami më të madhe dhe normalisht edhe aktivitetet e tjera, aktivitete shoqërore, sportive, që na takon të kemi një vend siç është rritur numri i shqiptarëve këtu, shqiptarëve musliman dhe të tjerë, ju uroj sukses. Faleminderit. When I get off this rope, that means you can start pulling. Sot ka qenë një ditë shumë e bukur për komunitetin tonë. Falë Zotit na ka marrë edhe koha mirë. Kemi pas traditë që një herë në vit të kemi piknik. Ajo ka kalu që 2 herë në vit të kemi një piknik të tillë. Kujtimet e mira të parat kanë qenë në vitin 93 kur mas pari erdha në Toronto nga Manitoba. Dhe për herë të parë pas që ne shqiptarët kemi një komunitet në Toronto. Shumica ka qenë nga Shqipëria dhe nga Maqedonia. Pak ka pas nga Kosova, po mbas luftës në Kosovë, numri i shqiptarëve të Kosovës u fshua dhe sot jemi shumë këtu. Xhamia jon ka shërbyer si komunitet. Gjitha mbledhjet para luftës Kosovës, gjitha donacionet që i çonim në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni janë mbledhur në xhami. Duhet të falenderoj gjithë sponsorit ditës sotit të piknikut. Jemi shumë mirënjohës për ta dhe vetëm me sponsor mund të arrijmë edhe shumë mbledhje tjera. Dhe falë Zotit, mbrana një vitit besoj që na do jemi me një objekt të ri këtu në GTA, pa marrë parasysh ku do jetë ajo. Të nderuar vëllezër dhe motra, faleminderit për pjesëmarrjen. Është i kënaqësi t'ju kemi ju këtu, është gjithmonë bukur të jemi bashkë mes shqiptarëve dhe kjo arrihet me anë të sponsorave tanë, të cilët i falenderojmë jashtëmase. BRGR, Barn Ben Rustemi, Del Plumbing, Maxim Dehari, Canadian Auto Performance, Sado Mehmeti, Nevs Garage dhe Fazlit Saka FC Welding.
Shumë faleminderit, Allah ju shpërbleft me të mira dhe gjithmonë paçim piknik dhe gëzime të tilla. Faleminderit gjithëve. Hey!